Ministri News, përshëndetje, në vijim dhe një me informacionet më të fundit, do të qëndrojmë për rreth 2 orë së bashku për ndjekur edhe gjithçka do të ndodhë në Korale. Gjykata e posaçme ka konfirmuar këtë të hënë masën e arrestit në burg për Edison Muçekun, i cili u ekstradua këtë fundjavë nga Britania e Madhe. 34 vjeçari u arrestua më 11 janar të këtij viti gjatë një operacioni të spakut, ku ekzekutuan 50 masa sigurie për goditjen e disa grupeve kriminale. Muçeku dyshohet të ketë qenë pjesë e një grupi kriminal që drejtohej nga Viktor Gjekuca, të dytë akuzuar për tentativën e vrasjes së Hamza Terziut në Bulqiz më 21 maj 2020. Gjekuca është i dyshuar nga SPAK për vrasje me pagesë, ndërkohë që është zbuluar nga Sky ECC se ndër objektivat e mundshme të këtij grupi ka qenë edhe i shumë kërkuari Durim Bami. Për këtë arsye, Gjekuca dyshohet të fshihet në Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa Edison Muçeku akuzohet për vepra penale të sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje në formë të veçantë dhe në bashkëpunim grupi strukturuar kriminal dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Muçeku kishte kërkuar nga gjykata britanike të ndërpriste procesin e ekstradimit, duke pretenduar se do të kthehej vullnetarisht në Shqipëri për të përballur me akuzat ndaj tij. Një biznes në qytetin e Lushnjës ka rënë pre një grabitje gjatë natës. Persona të pa-identifikuar kanë hyrë në ambientet e një thertoreje në njësinë administrative të Golemit, ku kanë marrë kasafortën dhe një nga furgonat e kompanisë për të transportuar sendet e vjedhura. Gjatë largimit, autorët kanë humbur kontrollin e mjetit dhe kanë dalë nga rruga duke përfunduar në një kanal kullues. Pas incidentit, ata kanë braktisur automjetin dhe janë larguar me një tjetër mjet në drejtim të autostradës Lushnjë-Rogozhin. Policia ka mbërritur në vend ngjarje dhe ka kryer hetimet hetimore duke dokumentuar provat e mundshme dhe duke shoqëruar 2 persona. Gjithashtu janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për të rindërtuar dinamikën e ngjarjes dhe për të përcaktuar mjetin me cilin hajdutët kanë mbërritur në vend ngjarje. Autoritetet greke me ndihmën e analizave të ADN-s kanë identifikuar një 31 vjeçar shqiptar si një nga kultivuesit e një plantacioni të madh marijuane në zonën pyjore të Rogdjas, në pronësi të një manastiri. Sipas raportimeve të mediave greke, gjurmët e gishtrimeve dhe materiali gjenetik e shqiptarit janë gjetur në disa nga provat e sekuestruara gjatë operacionit policor të kryer në shtator të vitit 2022. Identifikimi u krye me asistencën e Interpolit dhe aplikacionit Sirene përmes autoriteteve franceze, pasi dyshuari kishte qenë subjekti i hetimeve edhe në këtë shtet. Plantacioni i zbuluar është i ndarë në 2 parcela dhe përmbante 1150 rrënjë kanabis, disa prej të cilëve arrinin deri në 3 metra lartësi dhe ishin në fazë të plot. Gjatë operacionit, policia e Heraklionit sekuestroi gjithashtu 27 kg kanabis të tharë. Një investigim i gazetarit grek Vangelis Triantis në Median Data Journal ka hedhur dritë mbi mafjen e ndërtimeve në ishullin grek Mikonos dhe lidhjen me vrasjen në burgun e Korridas të shqiptarit 35 vjeçar Alfons Ndoci më 26 qershor 2024. Një dokument audio në lidhje me të ashtu quajturën mafja e ndërtimit në Mikonos ka një vit e gjysmë që ka mbetur i paprekur nga policia helene. Sipas informacioneve të Data Journalist, bëhet fjalë për një bisedë 5 orëshe mes Alfons Ndocit, i vrarë në burgun e Korridalos, dhe një kryer kontraktori nga Mikonos, të cilin ai e kishte denoncuar si nxitës të një kontrate vdekje ndaj një agjenti të njohur të pasurive të paluajtshme nga Mikosi, të cilin e kishte marrë vetë Ndoci. Biseda në fjalë është regjistruar fshehurazi nga Ndoci, në të cilën sipas të njëjtave burime referohen persona dhe veprime të lidhura me mafjen e ndërtimit në Mikonos. Ndoci e kishte dorëzuar audio në policinë helene në qershor të 2023-shit pas një arrestimi aventuresk në qendër të Athinës. Më pas, si është përcjell drejtorisë hetimeve kriminalit policisë helene për përpunim dhe transkriptimin e bisedave. Megjithatë, deri më sot nuk dihet fati i saj, pavarësisht se dyshohet se përmban informacione të vlefshme në lidhje me aktivitetet e grupeve kriminale në Mikonos. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka bërë me dije se konsultimet për formimin e qeverisë së re fillojnë të hënën. Megjithatë, edhe pse janë dërguar ftesa për partitë parlamentare,
Antarët e opozitës parlamentare thonë se opsioni vetëm që ata do të pranojnë është një qeveri kalimtare e besimit të popullit. Ata e shohin thirrjen për konsultime si një tallje të procedurave demokratike. Unë do të filloj konsultimet për përbërjen e qeverisë së re me njëherë, do të shohim se çfarë do të thonë ata që kanë shumicën nëse duan ta formojnë qeverinë apo do shkojnë në zgjedhje, është të shprehur Aleksandar Vučić. Ai po ashtu përmendi mundësinë që Partia Socialiste e Serbisë mund të formojë një shumicë me një opsion tjetër politik. Deri më tani, vetëm Partia Socialiste e Serbisë ka konfirmuar publikisht se koalicioni i saj do të shkojë në konsultime me Aleksandar Vučić. Nga ana tjetër, një pjesë e madhe e opozitës parlamentare ka propozuar një qeveri të besimit të popullit gati 2 javë më parë. Në një tubim proteste pranë fakultetit juridik në Nish u sulmua dekania e fakultetit të filozofisë Natalia Javanović. Ajo godit me thik nga një grua e cila është arrestuar tashmë. Dëshmitarët thonë se për protestën ishin mbledhur profesorët dhe se një grua e panjohur fillimisht hodhi një kanaçe drejt dekanit, qytetarët ju afruan, por ajo më pas nxorri një thik. Euronews Serbia raporton se policia ka arrestuar të dyshuarën, ndërsa dekania është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Ndërkohë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Francës Emmanuel Macron, ku kanë diskutuar mbi bashkëpunimin dypalësh dhe rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Sipas njoftimeve zyrtare, të dy liderët theksuan rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Francës dhe ranë dakord të takohen në prill të këtij viti. Presidenti Vučić shprehu besimin se misia dhe partneriteti me Francën do të sjellin përfitime të mëdha për qytetarët serb. Ndërkohë, presidenti Macron konfirmoi bisedën telefonike përmes një postimi në platformën sociale X, duke theksuar se diskutimet përfshin tema dypalëshe dhe një përmbledhje të kontakteve të fundit të Vučićit në Bruksel. Biseda mes dy liderëve vjen, kujtojmë, në një moment të rëndësishëm për presidentin Vučić, teksa po përballet me një revolt të brendshme ku protestuesit kërkojnë dorëheqjen e tij pas tragjedisë në Novi Sad. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar publikisht një lëshim në një postim të mëhershëm lidhur me rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Kurti ka sqaruar se harta e publikuar nuk përfshinte votat e diasporës, votat me kush dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Ai ka theksuar se pas përfshirjes së këtyre votave, vetëvendosje ka dalë para edhe në komunën e Klinës, duke ndryshuar kështu hartën zgjedhore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar publikisht një lëshim në një postim të mëhershëm lidhur me rezultatet e zgjedhjeve parlamentare. Ai ka sqaruar se harta e publikuar nuk përfshin pra votat e mërgatës. Ai është shprehur gjithashtu se pas përfshirjes së këtyre votave, vetëvendosja ka dalë para edhe në komunën e Klinës, duke ndryshuar kështu hartën zgjedhore. Ju kërkoj falje për këtë lëshim, ju falimderit për përkrajen, ka shkruar Kurti në postimin e tij. Sipas përditësimeve, lëvizja vetëvendosje ka fituar në 22 komuna, PDK në 2, LDK në 1, AK me nismën Social-Demokrate në 2, ndërsa LS në 10, 6 prej të cilave janë komuna të Atisarit, thuhet më tej. 3 deputetët e Nismas do të votojnë qeverinë e Kurtit, por pa hyrë me të në koalicion. Këto janë edhe vetë pritshmëritë në fakt të kryeministrit aktual Albin Kurti, i cili, siç citojnë mediat e Kosovës në disa takime të vetat, ka deklaruar se i pret 3 votat e Nismës. Ky skenar paraprak zbulohet prej tyre, duke cituar burime se Nisma u ka bërë me dije partive opozitare, në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, që po qes se s'kan marrëveshje të përbashkëta opozitare për të ndërtuar shumicën parlamentare, ata nuk do ta çojnë vendin në zgjedhje të reja, por do të votojnë qeverinë Kurti, edhe pse pa hyrë në koalicion me të. Kurti ka 48 mandate, duke supozuar edhe 10 të pakicave jo serbe dhe Nenad Rashiçin, për të arritur kështu në 59 mandate në total. Edhe me 3 votat e Nismas, nëse ato do të jenë pro tij, Kurti do të mund të votonte qeverinë e tij me 62 vota.
Formimin e qeverisë së re me deklaratët e nismës, por jo vetëm, edhe mbi një temë shumë delikate të ndjeshme për gjithë qytetarët në Kosovë, rritjen e çmimit të energjisë, do të bashkëbisedojmë me gazetarin Venar Isufi. Venar, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Faleminderit shumë e paraprakisht edhe urimën festën e Peromit. Gjithashtu, të lutem diçka më shumë për çmimin, rritjen e çmimit të energjisë. Ka pasur protest, revolt nga ana e qytetarëve për këtë rritje. Sipas tyre është e padrejtë. I menjëhershëm ka qenë gjithashtu edhe reagimi i presidentes Vjosa Osmani. Është futur në fuqi kjo rritje prej 15% në mos gaboj e çmimit të energjisë? Jo, është në fakt duke u përgatitur ilir një protest, e cila ende nuk dihet me cilën do të nga një grup i qytetarëve. Nuk dihet në rast se do të jetë një protest e madhe apo se si do t'i përgjigjen qytetarët kësaj thirrje, sepse janë dy persona të cilët e kanë thirrur një protest dhe nuk janë pjesë asnjë organizate, kështu që mbetet të shihet se si do të rrihet kjo thirrje. Ajo çfarë është interesante që presidenti Vjosa Osmani i ka dërguar komentet e saj para se të merret vendimi nga ZRE-ja, e cila është zyra rregullatorit të energjisë elektrike të Republikës Kosovës, e cila me bordin që ka pritet pra që të merr vendim apo jo për rritjen e çmimit për 15% të energjisë elektrike. Ngjashëm kishte ndodhur vitin e kaluar kur ishte rritur çmimi i energjisë elektrike për 15%. Gjithashtu kjo sipas ka ardhur në fakt sipas ZRE-s ka ardhur pasi që jemi më të thirrur pra në fakt gjatë kësaj kohe që kemi kaluar të dimrit që kemi konsumuar shumë energji elektrike dhe duhet të blejmë më shumë energji elektrike, ndonse shteti i Kosovës ka kapacitete për prodhimin e saj, por që kjo i mbetet të shihet tashmë se si do të merret vendimi, por normalisht që ka shumë zëra kundërshtues të cilët sidomos ndaj bizneseve, sepse sot bizneset ato që harxhesin mbi 800 kW energji elektrike duhet të paguajnë rreth 14 euro për megawatt. Në fakt është mbi 14 euro për megawatt të shpenzimit të energjisë elektrike, kështu që pra është një ngritje e çmimit që i bie brenda një viti dikur rreth 30% që është rritur, dhe kjo po vërehet edhe tek familjet të cilat jetojnë në banesa apo në shtëpitë e tyre, sepse faturat kanë ardhur më të larta se sa vitin e kaluar, duke nisur edhe nga unë. Shembull, vitin e kaluar mund ka ardhur fatura dikon rreth 45 euro, sepse nuk ngrohem me energjike. Tashmë këtë vit më ka ardhur në fakt muaj i kaluar më ka ardhur rreth 60 euro. Kështu që vërehet që është një në trend pra rritja e çmimit të energjisë elektrike, dhe në rast se pritet të merret vendimi siç është paraparë nga ZRE-ja prej një datës 1 prill, pra që i bie prej nesërme në rast se do të merret vendimi, i bie pra që pastaj të hyjë çmimi i energjisë elektrike për rreth 30%, dhe unë besoj që gjithë qytetarët ne duhet ta kundërshtojmë një vendim të tillë të ZRE-s, sepse nuk dihen arsyet në detaje se pse po vjen rritja e energjisë elektrike brenda një viti për rreth 30%. Pra do të jetë më saktë kërkesa e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, sepse jo vetëm nga kjo zyre, por edhe nga KESCO dhe KAKECI është kërkuar pra që të rritet energjia elektrike, ndonse qeveria ende nuk ka reaguar në fakt rreth qëndrimit të saj se nëse duhet të ngrihet çmimi i energjisë elektrike. Ne jemi në pritje edhe të reagimit edhe nga ana e qeverisë, ndonse tashmë është në detyrë, por që duhet të dalin dhe të reagojnë se në çfarë niveli janë ata pra që të ngritet apo jo çmimi i energjisë elektrike. Kështu që në rast se bëhet një gjë e tillë, unë mendoj që të gjithë qytetarët duhet të qohemi dhe të protestojmë kundër një ngritje të tillë, sepse në një kohë në të cilën tashmë aktualisht është Kosova, ne kemi jo vetëm çmime që dëshiron të rritet energjia elektrike, por ne kemi çmime astronomike të cilat janë duke u rritur të produkteve bazë të marketet tona, sepse ne kemi një numër të vogël inspektorësh të cilat i mbikëqyrin në Kosovë, janë dikon rreth 25 inspektorë në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Pra është e pamundur që 25 inspektorë t'i menaxhojnë ato marketet të cilat janë duke i rritur çdo ditë më shumë çmimet ndaj produkteve bazë, dhe ne shohim se sot qytetarët pra nuk mund të shkojnë
të blejnë hargj, ashtu siç kanë blerë për shembull para 2 vitesh në marketet tona dhe e shohim pra që ka çdo ditë më shumë zëra kritik nga qytetarët të cilët nuk mund të bëjmë ballë vetëm me një pagë jetesës në Kosovë. Pra e shohim një keqpërdorim edhe nga ana e marketeve, bizneseve në Kosovë, të cilët janë duke e përdorur momentin pra, duke shfrytzuar momentin kur edhe dëshiron të rritet edhe çmimi i energjisë elektrike. Ajo çfarë është shqetësuese është që bizneset po dëshirojnë ta shfrytëzojnë edhe këtë moment. Në rast se rritet çmimi 30% i energjisë elektrike, bizneset do të rrisin edhe më shumë çmimet e produkteve. Ndonse ne vazhdimisht jemi duke importuar gjëra pra dhe nuk kemi eksport dhe ne ndonse kemi edhe prodhim vendor, por të njëjtat nuk janë duke u përdorur nga bizneset. Për shembull, ne importojmë pecin në Kosovë me 2,50 €, ajo në treg shkon shitet 5,50 €. Pra e shohim që është një absurditet i madh i bizneseve të cilat janë duke luajtur me çmime në Kosovë dhe krejt barrën pastaj po e ka qytetarin, ndonse ne ende kemi pagën bazë 350 € në Kosovë dhe unë po mendoj që jemi në një moment kritik edhe në një moment kur qytetarët duhet të reflektojnë sidomos në kundërshtim të çmimit të energjisë elektrike, por normalisht në një kohë tashmë dikon rreth një muaj janë bërë që është nisur një iniciativë për bojkotimin e bizneseve të marketeve të mëdha në Kosovë, por që ajo nuk po shihet tashmë më në terren, po e shohim që edhe qytetarët nuk është se po merren shumë me ngritjen e çmimeve të produkteve bazë, por ajo që shihet është pra interesimi i tyre rreth mundësisë të daljes në protestë më të madhe për çmimin, për mundësinë e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Venar, qytetarët përdorin më së shumti energjinë elektrike për të ngrohur, për të gatuar, apo kanë edhe mënyra të tjera alternative? Në fakt, gjatë dimrit është interesant Ilir që në Kosovë më shumë ngrohen me energji elektrike. Sidomos një vendim i të Ministrisë të Ekonomisë, e cila mori vendim për subvencionimin e pajisjeve eficiente, për shembull të klimës dhe gjëra të tilla, dhe pastaj këto shkuan qytetarët shumë morën klima dhe me to janë ngrohur gjatë dimrit dhe unë po besoj që konsumi i lartë erdhi pas kësaj pra, kur qytetarët janë duke u ngrohur shumë me energji elektrike. Dhe unë besoj që ndoshta edhe kjo mund të jetë një nga arsyet sepse po kërkohet edhe çmimi i ngritjes për të ngritur çmimin e energjisë elektrike, ka pas shumë konsum dhe ne kemi pas telash edhe me rrjetin e energjisë elektrike sepse ka pas shumë shpërthime në fakt edhe të kablove dhe atyre pajisjeve me të cilat janë duke u ngrohur edhe qytetarët, dhe unë po besoj që ka qenë ndoshta edhe ky një vendim i gabueshëm nga ana e Ministrisë së Ekonomisë që qytetarët të ngrohen me energji elektrike, sepse ka mundësi tjera. Është mundësia për të ngrohur edhe me pelet, me dronj, por që kjo mendoj që ka reflektuar negativisht. Patjetër që shqetësimi i qytetarëve është rritja e energjisë elektrike, rritja e produkteve bazë, siç e theti pak më parë, por gjithashtu janë të interesuar madomendja edhe që sa më shpejt kenë një qeveri të re të kryeministrit Kurti, i cili me sa duket nuk po humb kohë. Kemi një lloj ndihmese, le themi, nga ana e nismës për ta krijuar së bashku me Kurtin qeverinë. Si arritëm në këtë pikë edhe nëse nuk ndodh me nismën krijimi i qeverisë së re në Kosovë, cilat janë alternativat në momentin që flasim, Venar? Nisma, për ndryshe nga parti tjera, Ilir, ka treguar një unifikim, nëse mund ta quaj ashtu, qysh në pas të zgjedhjeve të nënshkurtit, sepse kryetari i nismës Fatmir Limaj në një intervistë të tij dhënë në mediat në Kosovë i ka larguar gjitha vijat e kuqe për mundësinë e ndonjë koalicioni apo dhe votimin për cillën do qeveri e cila do të shkojnë drejt formimit të qeverisë. Ajo që ai ka thënë, zotri Limaj, është, unë mendoj, një hap shumë pozitiv edhe për krijimin e qeverisë në fakt me kryeministrin Albin Kurti, i cili është tashmë në detyrë, dhe unë po besoj që kryeministri Kurti edhe në deklaratën e tij të cilën e ka dhënë dje, ka lënë të nënkuptohet që i ka numrat për ta bërë qeverinë në ditën kur do të thirret edhe të bëhet betimi i deputetëve, siç ka thënë ai, dhe në fakt e shohim pra që edhe sipas asaj që edhe raportohet në Kosovë, por edhe asaj deklaratës të cilën e ka thënë vetë zotri Kurti,
unë po besoj që ndoshta edhe kanë rënë dakord zotri Kurti me 3 deputetët e cilat i ka nisma socialdemokrate pra në Kosovë, që të njëjtit jo duke hyrë në koalicion, por vetëm do ta votojnë qeverinë me në krye kryeministrin Kurti, dhe të njëjtit pastaj ndoshta edhe do të shkojnë tutje për të kërkuar rreth favoreve të tyre, që unë besoj që një alternativë të cilën unë mendoj se mund të jetë, është dhënia një ministrie ndaj kryetarit të nismës Fatmir Limaj, dhe unë besoj që ajo ministri mund të jetë Ministria e Infrastrukturës, sepse më herët zotri Limaj ka qenë në krye të kësaj ministrie dhe me të drejtën sa ka qenë ai ministër në kohën kur ka qenë edhe ish kryeministri Hashim Thaçi, i njëjti ka punuar shumë në aspektin e infrastrukturës, por edhe tek aeroporti Adem Jashari, i cili është sot, kështu që unë besoj se në rast se të njëjtit pra do të dakordohen, mund të jetë pra kjo një alternativë apo një mundësi sepse zotri Limaj do ta voton qeverinë e kryeministrit Kurti. Por ndonse në rast se e shohim në një anë tjetër, në rast se nuk ndodh kjo, edhe pse unë e shoh shumë të afërt se kjo mund të jetë më reale, mund të jetë edhe çështja e bashkëpunimit pra me lidhjen demokratike të Kosovës. E shohim që para diskutësh vetë kryetari i AOK-s Ramush Haradinaj ka lidhja demokratike e Kosovës është duke e pamundësuar një mundësi të koalicionit midis partive opozitare. Dhe i njëjti ka thënë publikisht që LDK-ja është duke bllokuar një gjë të tillë, dhe unë po besoj që edhe LDK-ja ka mund të diskuton me kryeministrin Kurti për mundësinë e bërjes së qeverisë, dhe janë pra këto dy alternativat shumë reale e lirë që qeveria Kurti pra të bëhet përsëri dhe të merr në fakt edhe mandatin e tretë, por kjo mbetet të shihet edhe pas konstituimit të cilën do ta thirrë presidenti i vendit Vjosa Osmani, që ende nuk e kemi një datë se kur mund të thirret në fakt konstituimi i kuvendit për të bërë, kështu që mbetet të shihet, por ajo çfarë shohim është që vendi pra nuk do të mbetet në një ngërç politik, ka lëvizje pozitive, sepse në rast se nuk ndodhin këto, ne do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe unë besoj pastaj që do të ishte një dëm i jashtëzakonshëm për shtetin tonë, sidomos në dëmin e buxhetit, por edhe asaj të ndryshimeve gjeopolitike me të cilat është duke u përballur vetë bota, lera më Kosova, që ne jemi në një kohë në cilën duhet të kemi institucionet tona dhe të punojmë shumë më shpejt drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, por edhe sidomos në aspektin e sigurisë, sepse e shohim që ka ndryshime të jashtëzakonshme gjeopolitike. Benar, faleminderit shumë për këtë komunikim. Të uroj punë të mbarë në vijim. Të vijmë më tej me lajme nga bota. Udhëheqësja e të djathtas ekstreme në Francë, Marine Le Pen, është shpallur këtë të hënë fajtore për përvetësim të fondeve të Bashkimit Evropian. Le Pen së bashku me 24 kolegë të tjerë nga tubimi kombëtar u akuzuan për përvetësimin e fondeve të Parlamentit Evropian. Gjykata franceze ka provuar se Le Pen ka përdorur fondet e BE-s për interesat e partisë së saj dhe jo për të mbështetur punën e ligjvënësve në funksion të punës së tyre për Parlamentin Evropian. Gjatë seancës gjyqësore në nëntor, prokurori i shtetit kërkoi dënimin e Le Pen me deri 10 vite burg. Gjithashtu, akuza kërkoi që Le Pen të gjobitej me 300.000 euro përveç ndalimit për të kandiduar për poste publike për 5 vjet nëse shpallej fajtore. Ky vendim mund të ndikojë në mundësinë e Le Pen për të kandiduar për poste publike për 5 vjet, duke goditur ashpër aspiratat e saj për të bërë presidente në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2027. Nga ana e saj, Le Pen ka pretenduar pafajësinë dhe i ka cilësuar veprimet e sistemit të drejtësisë si një përpjekje për ta eliminuar politikisht. Vladimir Putin mbetet i hapur për kontakte me Donald Trump, tha zëdhënësi i presidentit rus Dmitri Peskov pas deklaratave të fundit të presidentit amerikan që paralajmëronin për tarifa për naftën ruse nëse nuk ka paqe së shpejti në Ukrainë. Presidenti Putin mbetet i hapur për një komunikim të tillë, telefonike dhe jo vetëm, dhe nëse është e nevojshme një bisedë të tillë mund të arrihet shumë shpejt, u tha Peskov gazetarëve duke u përgjigjur një pyetje nëse pritet një bisedë telefonike mes Putinit dhe Trump këtë javë.
Për momentin nuk ka asnjë telefonat të planifikuar mes dy presidentëve, shtoi Peskov. Ne vazhdojmë të punojmë me palën amerikane para së gjithash për të ndërtuar marrëdhëniet tona dy palçe të cilat pësuan dëme të mëdha gjatë administratës së mëparshme. Kjo është vetëm faza fillestare dhe përsëri pas një periudhe në cilën marrëdhëniet tona u zhytën në pikën e tyre më të ulët. Prandaj, nevojiten përpjekje të konsiderueshme për të korrigjuar situatën, theksoi gjithashtu ai. Ndërsa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski dhe familja e tij kishin të ardhura prej rreth 337.000 euro vitin e kaluar, njoftoi shërbimi i shtypit presidencial duke cituar deklaratën tatimore të presidentit. Pothuajse gjysma e të ardhurave të presidentit vijnë nga shitja e bonove të qeverisë, ndërsa pjesa tjetër përfshin pagën e Zelenskit, interesat bankare dhe të ardhurat nga dhënia me qira e pronave private. Bilanci i parave të familjes së presidentit në fund të vitit 2024 mbetet kryesisht i njëjtë, tha shërbimi i shtypit presidencial në një deklaratë. Megjithse nuk specifikoi shumën e saktë. Para se të merrte detyrën e tij presidenciale, Zelenski ishte një aktor, producent filmi dhe skenarist i famshëm. Vlerësimet e pasurisë totale të Zelenski ndryshojnë, me disa burime që thonë se është në miliona dollar, por vlera e saktë neto e tij nuk dihet ende. Vetëm pak minuta publicitet, rikthehemi edhe flasim për zhvillimet më të fundit në politikë. Jemi rikthyer, kryeministri Edi Rama ka vijuar turin e tij elektoral në Greqi dhe këtë diel zhvilloi një takim me komunitetin shqiptar atje. Rama e hapi fjalën e tij duke uruar besimtarët musliman për ditën e Fitër Bajramit. Kryeministri tha se dikush që do të kthehet sot në Shqipëri, nesër do të jetë më mirë se duke qëndruar në emigracion. Kush do ta ketë kurajun të kthehet sot në Shqipëri, do të ketë më shumë nesër se duke qëndruar këtu. Paga mesatare sot është 830 euro dhe në mandatin e 4 do ta çojmë në 1.000 euro, tha Rama. I pretendoi se pas zgjedhjeve të 11 majit do të rikthehet përsëri në Greqi për të falendëruar këtë komunitet për votat që do t'japin për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, nuk dha një datë fikse për rikthimin e strategut amerikan të fushatës elektorale të Donald Trump, Chris LaCivita, por theksoi se do të vinë në Shqipëri. Ai u shpreh se data do të jetë surprizë që kryeministri Rama t'i bjerë tavolinës me kokë. Datën e ardhjes unë e garantoj që do t'jetë këtu, por do e lë si surprizë për Edi Ramën që t'i bjerë kokës në tavolinë kur të vi. Nuk po ua them se dua të jetë surprizë, por ai do të vi, sherifi do të vi, Chris do të vi së shpejti, çdo gjë ju siguroj se çdo shpenzim i kësaj partie do të jetë transparente dhe në përputhje me ligjet e Shqipërisë dhe ligjet e vendit tjetër, është shprehur kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Mirë, për para fushatën, por jo vetëm, do të bashkëbisedoj në vijim me Poli Hoxhën. Poli, të përshëndes. Përshëndetje, Ilir. Faleminderit që jemi ne. Kryeministri Rama dielën ishte në Greqi, sa herë që ka qenë në shtetin Helen, në një farë mënyre ka bërë lajm me deklaratat e tij. Në rastin e ditës së diel ka ndodhur kështu për ty? Kishte ndonjë gjë të jashtëzakonshme gjatë fjalimit të kryeministrit Rama? Po, unë kapa një lajm, përveç propagandës duket që Edi Rama e ndjen shumë vështirësinë e 11 majit këtu në Shqipëri, nuk po përmend me ato hesabet me 80, me 90 apo me 100 mandate, dhe oazi i madh i emigrantëve, një rikthim domethënë prapë në emigracion që janë një sasi shumë e madhe, rreth 250.000 të regjistruar. Duket që po kujdeset që të gjithë të votojnë, ne dim sistemin patronazhist edhe mënyrën se si janë regjistruar problemet online, shumë probleme që pati procesi dhe që besoj do ketë i emigrantëve, sepse ashtu e bën për të mbyllur listat, kodin e ri zgjedhor, dhe për këtë elan e kaluan thjesht një zbatim të gjykatës kushtetuese, por pa përcaktuar, pa patur një punë serioze, ai ashtu quajtur i grupi dialogut që bëri me PD-n e Berishës, pa patur një punë, edhe ne dim se si vajti procesi me shumë rregullime, shumë votime të tjera. Gjithsesi, domethënë kjo dihet. Ajo që më bëri përshtypje mua është rikthimi
është rikthimi tek SPAK dhe tek Dumani. Ai dje e goditi sërish pas një heshtje, pas një sulmi të koordinuar që nisi pas arrestimit të zotit Veliaj dhe pasi si slogan në ato ditë shpalli që vota e 11 maj duhet të jetë vota për futje në shina, për mos lejimin e Shqipërisë në Republikë Prokuror, futje në shina të drejtësisë, korektimin e saj etj. Këto fjalët pak a shumë që nënkuptojnë në një mënyrë tjetër të njëjtat gjëra që thotë zoti Berisha për shkridhjen fare. Kishte një heshtje, si duket nuk i dinin as sondazhet, sepse shko çfarë ndodhi Ilir. Pikërisht pas këtyre sulmeve të zotit Rama në atë periudhë, nëse ju kujtohet, dolën sondazhe prestigjioze dhe juaj, biles madje, i cili nga vendi i dytë i pëlqyeshmërisë dhe i popularitetit që vinte pas ambasadës amerikane, u rrit gati me 10% kaloi në vend të parë SPAK-u. Domethënë ai kuptoi nga pikpamja elektorale që kjo lloj fushate vetëm i ishte vota dhe ndryshoi lëkurë, hodhi lëkurën e qenjit dhe filloi sikur po e përkrante. Që të dalim te pyetja tënde çfarë më bëri përshtypje? Më bëri përshtypje sepse ai u mor me Dumanin dhe tha Dumani një prokuror kështu, por tashmë është i famshëm, po pa ne nuk do ishte i famshëm sepse dikur nuk e njifte njeri, ne kemi dhënë shpatën të pres koka, domethënë. Dhe duke i mëshuar tezës, domethënë që e ka i SPAK pavarësisht nga dëmet që i ka bërë nga kokat që ka prerë brenda vetvetes. Në fakt, kjo është prap një propagandë që atë anën më të errët që ka Edi Rama, asaj pyetjes që nuk i jep dot përgjigje, ku i ke shokët dhe për çfarë i ke shokët, dhe ai edhe ti vetë drejt shokëve, ai përpiqet që ta los në mënyrë elektorale si fuqi, domethënë që jemi ne ata që ja kemi dhënë fuqi Dumanit. Në fakt, Dumanit dhe atij grupi prokurorësh fuqinë e vërtet ja ka dhënë integriteti i tyre, puna e tyre profesionale dhe patjetër dhe mbështetja e ndërkombëtarëve, e cila u rikonfirmua dhe nga amerikanët, madje edhe me veprime konkrete. Dhe duhet të theksoj këtu, domethënë, se ne harrojmë, ne kemi amnezin edhe si popull, po edhe si gazetar ndonjëherë kemi shumë të shkurtër. Mua më kujtohet kur diskutoi reforma zgjedhore, ka patur një përplasje shumë të ashpër të Edi Ramës, edhe me Partinë Demokratike, por sidomos me ndërkombëtarët, sepse synimi i tij, nëse ju kthehesh lajmeve vetëm me një sersh, synimi i tij ka qenë që votohet me 140 votua, por të votojë vetëm me votat e socialistëve, e shprehte hapur. Po, atëherë, nëse do ta kisha arritur këtë gjë, atëherë ai mund të thoshte që është reforma ime. Por në fakt kjo është reformë me 140 vota. Është një reformë me gjithë opozitën, është me konsensusin më të madh në historinë parlamentare shqiptare, pavarësisht mbrapa skenës se e bën, se hedh ndonjëherë prifti valle nga Belaja, por fakti është ky, që Rama nuk e kontrollon dot më këtë pjesë të drejtësisë që është SPAK-u, dhe sidomos edhe hetimet të cilat po shkojnë drejt tij pa bashkëpunëtorët po e po. Poli, me qenë se fokusin e analizës tënde e pade tek struktura e posaçme antikorrupsion, unë mbi të do ta bëj pyetjen. Po thua, kryeministri Rama ka ndryshuar lëkurë, pati një lloj sulmi mbas arrestimit të kryebashkiakut, tashmë duket se është më i butë, madje duke përmend fare SPAK. Nga ana tjetër, sapo konfirmove se SPAK është një kontribut i ndërkombëtarëve me vëmendjen e tyre, me ekspertizën edhe jo vetëm. Mbas 11 majit, kryeministri Rama do t'i kthehet akuzave dhe nëse i jepet mundësia bashkë me palën tjetër, e këtu e kam fjalën me opozitën e Partinë Demokratike, do ta zhbëj SPAK? Shiko, unë kam thënë gjithmonë Ilir që pavarësisht nga gjua e vrasht ekstreme e zotit Berisha, i cili arriti domethënë para 2 ditësh bëri dhe një tryese, deri tani ishte në kuadrin e një të problemeve personale, po themi, familjare, problemet që ka me SPAK-un, që ka me gjykatën e posaçme me gjyqin, por duke mbledhur në mënyrë edhe që këtë papritur në darkë në orën 8, një tryezë të dedikuar antidrejtësisë, siç ishte ajo para ca 2 ditëve, vështirësia e tij e cila vazhdon dhe sot përmendi prap gjyqtaren Irena Gjoka etj. Nga gazetarët, është për mendimin tim është më pak i rrezikshëm, se sa Edi Rama kundrejt SPAK-ut dhe kundrejt reformës. Edi Rama në qoftë se
kërkon të vërtetoj se është pro kësaj strukture dhe është pro drejtësisë, duhet patjetër, domethënë që në rastin më të parë njëherë të shkrijë ose të t'i heqë objektivin komisionit Xhafa. Ai ka një komision në parlament. Ka një komision të cilin e ka shtyrë përpas 11 maj duke parë konfigurimin e votave dhe duke u puqur interesat e gjithë atyre në parlament të cilët kanë probleme me drejtësinë dhe do kenë me drejtësinë, e din vetë ata, për të arritur atë planin. Dhe Rama është kryesori, domethënë, tek plani për të frenuar. Këta kanë mbi tavolinë nga ndërkombëtarët herën e fundit nga i dërguari për Ballkanin Perëndimor për Shqipërinë, ju a tha hapur në Tiranë që duhet juve urgjent ose në rastin më të parë dhe në parlamentin e ri të zgjasni mandatin, sepse kanë gjyqtarët, nuk kanë prokurorët e SPAK. Prandaj dhe unë të pyet Apoli. A mundet ta zhbën apo jo? Me drejtë e the, është komisioni i posaçëm Xhafa, nga ana tjetër edhe ish kryeministri Berisha thotë do të ketë një komision të vërtetës, do ta çojmë komisionin e Venecias edhe të tjera si këto. Pra, sinjale që tregojnë se të dyja palët duan që ta përshtasin këtë strukturë për ta bërë sa më të butë kundrejt vetes. Pyetja ime është, a do munden dot ta zhbëjnë? Pra, a do t'i lejojnë ndërkombëtarët ta bëjnë diçka të tillë? Është siç thoni ju, ka qenë me mbështetjen e ndërkombëtarëve, apo është ashtu siç thot kryeministri Rama, kemi dashur ne, Partia Socialiste, edhe është bërë? Në qoftë që munden Ilirë. Që munden, sepse patjetër që duke u bashkuar votat i kanë, siç i bashkuan votat. Po e dim edhe se si është votuar, Poli. Madje ju e dini më mirë se sa unë, apo jo. Disa prej deputetëve janë marrë edhe i është thënë do ta votoni si Çeçua, sepse ndryshe tu dalin tek tjetrat. Mos ma diq përgjigjen se e bëre edhe pyetjen gjysmë elementi. Dua të përfitoj nga koha, Poli, prandaj dua përgjigje të shpejta që të vazhdoj. Po zakte elementi i parë i brendshëm, po munden, i bashkojnë votat, ju a tha dhe Dumani, ju na keni krijuar ju, sepse patjetër që janë struktura që burojnë nga parlamenti. Por, nga ana tjetër, të mos harrojnë, dhe këta e kanë bërë një eksperiment. E kanë bërë një eksperiment me amnistin, ku mbi rreth 100 e ca të prekur nga SPAK-u dhe nga GKK-ja u amnistuan. Dhe kështu që në këtë kuptim munden dhe unë besoj që të dy bashkë, pavarësisht se do rrjedhin Goxha, do ta kenë fuqinë parlamentare që nëse bashkohen ta shkrijnë. Por këtu është çështja që dalim tek ajo tendja e ndërkombëtarëve. Nëse të kujtohet ty kur filloi fushatën kundra SPAK Edi Rama në kohën e Erion Velis, erdhi një njoftim urgjent nga Komisioni Evropian, nga BE-ja, apo ja, dhe tha reforma në drejtësi, tha, e kupton? Reforma në drejtësi është kushti i parë dhe i panegociueshëm, është vija e kuqe për integrimin. Apo jo? Ndërkohë, ky ka dalë me kartën e pasaportës europiane të integrimit për të hapjen e negociatave dhe është një kontradikt. Dhe aq hapa sa ka bërë kjo qeveri, përpara, po ti lexosh raportet se ne themi e kanë të specifikuar. Këto hapa janë përpara fal punës së drejtësisë të SPAK-ut të luftës kundër korrupsionit. Kështu që kjo do jetë një betejë jo mes klasës e cila ka konflikt interesi me SPAK-un edhe me drejtësinë, por edhe me ndërkombëtarët. Tashmë unë besoj, domethënë, dhe kemi edhe deklaratat publike dhe me amerikanët që patën një farë pauze. E kuptoj. Kalojmë nga krahu tjetër, Poli, e këtu e kam fjalën për Partinë Demokratike. Sot zoti Berisha, siç e the edhe ti, ka hedhur ca akuza kundrejt prokurorëve të SPAK, por gjithashtu ka folur, përgjigjur interesit gazetarëve edhe për strategun e fushatës Partisë Demokratike, Lasi Vitën, i cili, sipas tij, do të vi së shpejti. Zoti Berisha madje tha, kur të vi, kryeministri Rama do të bie tavolinës me kokë. Tani, si duhet ta kuptojmë këtë? Do sjell një super lajm Lasi Vita këtu, a? Shiko, kjo tani, zoti Berisha edhe nga mënyra si bëri listën, si trajtoi primaret, si trajtoi emra me shumë vota apo dhe me prestigj në Partinë Demokratike, tashmë e ka të qartë, domethënë që nuk luan
për podiumin, për numrin 1 në podium, por luan një përzierje të halleve të veta dhe problemeve të veta personale dhe familjare me drejtësinë, por edhe të një kalcifikimi si pala e dytë në Shqipëri, në parlament, si opozit. Kjo gjë që ka synuar gjatë 3 vjetëve dhe në një farë mënyrë ja ka arritur edhe me ndihmën e Ramës, sepse ne e dim zhvillimet në parlament apo zhvillimet e tjera gjitha, domethënë të grupeve parlamentare, të grupeve apo të komisioneve përfaqësuesve. Por çështja është që Lasi Vita nuk votohet, domethënë. Lasi Vita nëse është marrë dhe për atë që të paguhet do marrin vesh dhe shifrën, po për mua s'ka rëndësi, se tashme ka dhe buxhetin Partia Demokratike që kur ka marrë vullën. Lasi Vita, për mendimin tim, nuk votohet në Shqipëri dhe të ta përqendrosh gjithë fushatën që po afron me shpejtësi dhe dita e votimeve, që ne kemi Lasi Vitën, që ne presim të liqet në grada, ne ndërkohë që s'duket, s'po e zënë më në gojë, ne presim një vizitë të zotit Berisha etj, ju ka ngelur vetëm Lasi Vita. Kjo është, mendoj për mendimin tim, është thjesht një tymnaj, sepse Lasi Vita faktikisht është thjesht një strateg fushatash, nuk po shikojmë ndonjë gjë përveç fjalës madhështore deri tani, të shikojmë në vazhdim. Dhe vizita e tij është thjesht por nuk votohet kështu në Shqipëri dhe nuk funksionon kështu. Lasi Vita ka patur një rol, ka patur një luftë, ka patur dhe këtë po e them ndoshta për herë të parë, ose ndoshta dëgjohet për herë të parë, ka patur në periudhën që pati një intensifikim të deklaratave që shumë shpejt do të dëgjoni një gjë të madhe nga Amerika, ca e losnin me vizitë të zotit Berisha, ca me non-gradën e tjerë. Mos do na vi tani. Mos do na vi tani, kjo gjëja e madhe. Jo, këtu ishte Lasi Vita, do të ta tregoj. Dhe nga ana tjetër dhe Edi Rama kishte investuar dhe thoshte, do ta shikoni ju, i thoshte Berisha, do ta shikosh ti si kam unë me amerikanët dhe me administratë. Të dy kanë rënë qetësitë e kjo. Çfarë ka ndodhur? Është lobuar nga të dy krahët në mënyrë paralele, që djali i presidentit Trump erdhi në Ballkan dhe bëri atë podcastin e famshëm që ngjalli dhe shumë debate në SBA me Vučićin. Në fundit ai gazetar është biznesmen, mediatik është në një farë mënyrë dhe patjetër që edhe mund të lobosh dhe s'do kishte asgjë të keqe, ishte planifikuar ose ishte punuar që të vinte të bënte edhe një podcast në Tiranë me zotin Berisha dhe për të njëjtën gjë kishte punuar dhe kishte tentuar shumë fort nëpërmjet Grenelit apo dhe Edi Rama, ai ka lobingjet e tij në SBA, për të bërë dhe një podcast me zotin Rama. Në momentet e fundit, sipas atyre që di unë, në momentet e fundit me kablogram ose me urdhër nga lart, nga Washingtoni, do të thonë u anulluan të dy. Përse e poli? Po sepse të dy janë në radarët në radarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në fundit janë. Kjo s'do kishte gjë të keqe nga ana gazetareske, po duhet kemi parasysh protokolli i shtëpisë së bardhë i trajton gjithë familjarët, fëmijët etj, domethënë me një kujdes të veçantë për deklaratat apo për lëvizjet apo për takimet të cilat në një farë mënyrë larg përfaqësojnë dhe një qendrim të shtëpisë së bardhë apo të presidentit më saktë. E di pse pyes pse nuk u realizua, se tani që të shkojnë gjërat rokapuj në shtëpinë e bardhës, besoj se biem dakord apo jo. Pra, ishte planifikuar, do të vinte këtu, pastaj u anullua, duket se diçka ka ndodhur në mes apo jo. Prandaj të pyes pse nuk mund të them. Ajo që di unë nga miq të mi, domethënë që merren me këtë gjë, ajo që di unë është që u tentua. Unë pak a shumë kështu, u tentua, u lobua shumë fort dhe ishte diçka e hapur. Nuk ndodhi dhe nëse shikojmë të dyve ju kanë rënë pendët pas kësaj gjë së madhe që pritej të ndodhte, domethënë dhe nuk ndodhi faktikisht. Por kjo është e vërtetë e din stafet e afërta të dyve, domethënë dhe prisnin dhe me shumë gjasa dhe unë prisja që dhe ndoshta dhe do ndodhte, sepse në fund fare një lobimi këtij lloji, një gazetar që bën një podcast me ndjekësit e vet, patjetër mund të ka gazetarë amerikanë që kanë bërë podcastin edhe me Bin Ladenin, në mos podcast intervista.
nuk ka ndonjë gjë të keqe këtu nga ana profesionale gazetareske. Çështja është që pastaj kur kaloi në sitën e shtëpisë së bardhë apo të stafit të presidentit, si u lejua për Vučićin, nuk u lejua për të ardhur në Tiranë. Ose më saktë u këshilloi. Po, Poli, pyetja ime e fundit ka të bëjë me dosjen me Gonigal, për cilën zoti Berisha thotë se është ngritur në këmbë dhe po ecën drejt Shqipërisë. Beson se po ndodh kështu, sepse shumë të tjerë nga ana tjetër thonë se ajo është një çështje e mbyllur tashmë. Nuk mund të rihapet sërish edhe aq më pak të vi drejt Shqipërisë. Jo, ajo është një dosje në hetim intensiv në Shqipëri. Janë pyetur shumë njerëz, këtë ta them me përgjegjësi. Janë pyetur gati gjithë protagonistët që dalin tek atje është pyetur Duçka, është pyetur Neza, domethënë pjesa shqiptare patjetër. Nuk mund të them që është pyetur zoti Rama, sepse dëgjoj, ai është kryeministri i vendit që do pyetet, nuk diskutohet jo vetëm për atë dhe për shumë gjëra të tjera. Ai e tha dhe vetë mos guxoni të pak a shumë, domethënë të më merrni mua telefonin, por është një çështje në një zhvillim për pjesën shqiptare dhe patjetër do të thënë përveç pjesës së klasifikuar, sepse atje ka një marrëveshje në gjyqin që është bërë duhet kujtojmë se me Gonigali i mbylli të dyja gjyqin dhe për pjesën ruse, për pjesën e konspiracionit për Lulzim Bashën për të goditur me media pastaj që janë para ruse, se kjo është thelbi në Shqipërinë. Kjo pjesë është në hetim, është denoncuar nga Partia Demokratike në kohën e Bashës dhe të Gazmend Bardhit që para një viti e gjysmë, ka një hetim intensiv dhe është duke u zhvilluar. Në dielën time kanë ardhur dhe materiale nga SBA-ja dhe nga ana tjetër hetimi nuk është thjesht siç u shtek, por është dhe çfarë ka përfituar me Gonigal në Shqipëri, ndërmjetësitë e tij për kompani e tjerë, do të thënë është shtrirë dhe tek efektet, do të thënë të koncesionet që mund të jenë dhënë ndërmjetësve apo e tjerë në Shqipëri. Kështu që nuk mund të them për kohë se kur mbyllet, por që është një çështje e hapur dhe në hetim intensiv. Qartë. Emër të rëndësishëm i cili mund thirret nga SPAK për këtë çështje kemi? Kjo pyetje super retorike, do të thënë, sepse tek dosja pjesa shqiptare, unë bilese kanë nxjerrë i pari, sepse botoi një media prestigjioze atëherë në fillim, po të gjithë kapnin vetëm këtë çështje kështu. Tash atje përmendet 13 herë kryeministri i vendit, domethënë nëse Duçka del një herë ose dy herë, apo ai Neza del një herë dhe me Gonigali kryeministri i vendit përmendet 12-13 herë dhe emër më të rëndësishëm se ky që vetë ka dalë në gjyq atje dhe vetë është në hetimin amerikan të FBI-s amerikane, nuk e di kush mund të jetë, domethënë. Pastaj këtu përzierje biznesmenësh, ka dhe një diçka të tillë, domethënë që nuk është kaq e pastër historia dhe eksponent të opozitës, po e them në përgjithësi, janë të përzierta. Ka edhe eksponent të tjerë të PD-s, mos harrojmë kemi takim të Tom Doshit në Vjenë për çështjen e tjerë, sepse ai u bë si një tip nga etja që kishte të siguronte pensionin, jo se kishte të sigur, po atë pension që mendojnë amerikanët për më shumë lekë, filloi të bënte ndërmjetësi në Shqipëri, në Kosovë, me shumë njerëz, domethënë duke marrë përsipër gjëra, domethënë në emër të shtetit amerikan. Kështu që është një dosje e përzierë dhe me mashtrim, e përzierë dhe me këdo që në Shqipëri, domethënë ka patur mizë në kësull, aq herë sa vinte ose nëpërmjet ndërmjetësve janë falur tek ai. Poli, fundit fare, a pret arrestime gjatë kësaj periudhe, pra para 11 majit? Pres masa, se nuk mund të jem kaq eksplicit, domethënë se çfarë është masa, po pres masa shumë të forta. Shumë të forta, sidomos nga qeveria, por ekzistenciale dhe tipike, domethënë në kuptimin jo dhe aq politike dhe nga pjesa e zotit Berisha. Kuptova. Faleminderit. Duke ditur perspektimin e shumë dosjeve të hetimeve. Di një gjë domethënë me garanci që ndërkombëtarët
dhe veçanërisht Bashkimi Evropian, vendet që janë të inkuadruar, por dhe së fundmi dhe SBA-ja, e kanë nxitur spakun të përshpejtojnë gjërat që kanë në përduar, do të thënë prej shumë kohësh. Poli, faleminderit shumë për analizën e të dyja kampeve. Faleminderit. Uroj ditë mbar. Vetëm pak minuta publicitet, rikthehemi. Jemi rikthyer. Bashkimi Evropian është duke përgatitur një përgjigje ndaj tarifave të reja për importet e makinave të shpallura nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, tha sot Komisioni Evropian. Zëdhënësi i IKS, Olof Gill, u tha gazetarëve se BE-s i vjen keq për tarifat e reja të SBA-s ndaj vendeve anëtare të BE-s, të cilat do të hyjnë në fuqi javën e ardhshme, duke theksuar se Brukseli po përgatitet për këtë. Gill deklaroi se nuk mund të jepte një datë saktë se kur BE-ja do të vendoste tarifat reciproke ndaj Shteteve të Bashkuara, por tha se mund të jepte garanci se përgjigja do të ishte në kohë dhe fort dhe se do të arrinte efektet e synuara. Mbretëria e Bashkuar nuk dëshiron të përshkallëzojë luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha ministria britanike e financave Rachel Reeves, ndërsa Franca dhe Gjermania po bëjnë thirrje për një përgjigje të fortë të Bashkimit Evropian ndaj tarifave të reja të SBA-s që godasin industrinë europiane të makinave. Ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, që ka deklaruar se është shumë i zemëruar me presidentin rus Vladimir Putin pas javësh negociata të pasuksesshme për një armëpushim në Ukrainë. Në një intervistë për NBC News, Trump kritikoi Putin për sulmet ndaj besueshmërisë së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe paralajmëroi vendosjen e një tarife 50% për vendet që blejnë naftë ruse nëse Moska nuk pranon një marrëveshje paqeje. Nëse Rusia dhe unë nuk kemi në gjendje të arrijmë një marrëveshje për ndalimin e gjakderdhjes në Ukrainë dhe nëse mendoj se ishte faji Rusisë, gjë që mund të mos jetë, unë do të vendos tarifa dytësore për të gjitha kapacitetet e naftës që vinë nga Rusia, tha Trump. Ky qëndrimi i ri sinjalizon një ndryshim, duhet thënë, në dinamikën e politikës së tij. Kërcënimi me tarifat për naftën ruse shënon herën e parë që SBA-ja vendos presion të drejtë për drejtë ndaj Moskës për të avancuar negociatat e paqes. Lufta tregtare, Donald Trump po alarmon tregjet globale duke bërë që aksionet të bien në muajin e tyre më të keq në më shumë se 2 vjet. Tregjet e aksioneve në të gjithë rajonin azi paqësor janë në tërheqje, pasi investitorët kanë frikë se Trump do të shpallë tarifat e reja të mërkurën, e cila është quajtur dita e çlirimit nga presidenti amerikan. Sipas The Guardian, sot konsiderohet si muaji më i keq që nga shtatori i vitit 2022. Kërcënimet e Trump kanë dhënë efekt edhe tek nafta, ku çmimet e naftës së papërpunuar janë rritur rreth 0.66% këtë mëngjes, pasi presidenti amerikan kërcënoi se do të vendoste tarifa dytësore për blerësit e naftës ruse. Nëse një marrëveshje nuk arrihet dhe nëse mendohet se është faji i Rusisë, unë do të vendos sanksione dytësore ndaj Rusisë, tha presidenti për NBC. Për deklaratat e fundit të Donald Trump për tarifat, jo vetëm për Bashkimin Evropian, por që është më rëndësishmja për Rusinë, do të bashkëbisedoj me shumë kënaqësi me gazetarin e mirënjohur, zotin Robert Papa. Zoti Papa, të përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Kënaqësi. Paraprakisht doja të të pyesja mbi një status që ke bërë disa ditë më parë që më tëroi që vëmendjen, them drejtën. Gjykata i jep të drejtë mask për Usaidin, thoni ju, të rikthyerit në punë javën e kaluar pushohen definitivisht, shkuan kot biletat e avionit edhe në Ballkan. Çfarë doni thoni me këtë? Që është një lojë, se u shkrin të gjithë planet e Usaidit, u larguan ata që ishin tek Spaku, që ishin në Serbi kudo, një vendim me një gjykatësi të distriktit fillestari ktheu, mask shkoi në apel, gjykata e apelit i ka kthyer në fuqinë për masku ka drejt, pra ata do të kthehen. Por kjo do të përfundojë tek gjykata supreme. Nuk është thjesht për Shqipërinë, është për të gjitha ato programe, ato mbeturina dollarësh miliarda, që në këtë rast po i kursejnë amerikanëve. Megjithatë, Kongresi dhe Senati, po të thënë më mirë, dhoma e ulët kanë kërkuar të kalojnë një ligj që t'ju ndalohet pra me ligj gjyqtarëve të distrikteve të bllokojnë urdhat ekzekutiv të presidentit Trump.
Natyrisht që kjo do të kërkojë dhe aprovimin e Senatit, dhe është ajo që quhet filibuster, duhen 60 vota, nuk i ka 7 vota demokrate, dhe kreu i Senatit republikan i ka thënë zotit Trump ndalo sulmet ndaj gjyqësorit, ndaj gjykatave. Problemi është që gjyqtar, aktivist, radikal të majt kanë bllokuar shumë nga urdhrat ekzekutiv. Janë 125 padi gjyqësore ndaj presidentit Trump. Është treguar i zgjuar ndaj kompanive të mëdha ligjore që përfaqësojnë këto akuza, i ka hequr atë certifikatën e sigurisë, security, e cila të ndalon të hysh në godinat federale, si Antony Blinken, por nëse një gjykat nuk hyn dot sepse federale janë gjykatat, atëherë ai do ta ketë mundësinë më të madhe për të fituar. Një nga këto kompanitë e mëdha gjyqësore i bëri një presion tjetër dhe pranuan $100 milion pro bonus për të mbështetur gjyqjet e presidentit Trump. E kuptova. Zoti Papa, ju me gjithë këto vite eksperiencë, por edhe nga që keni vite, dekada që jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e njihni administratën amerikane. Patjetër që administrata Trump është surprizë, po nisur nga fakti se ekspertët që punonin më herët në strukturën e posaçme antikorrupsion janë kthyer, do të ndodhe njëjta gjë edhe me sistemin në drejtësi, në tërësi në Shqipëri, apo nuk është e thënë? Ka një problem që personat që mbështesin drejtësinë nuk janë persona që janë nën USAID-in, që u shkri, por një grup i vogël, bërtham do të jetë tek Departamenti i Shtetit. Obdati, ata pra që mbështesin SPAK-un, janë nën tutelën e Departamentit Drejtësisë, të Pat Bondit, e cila është një aleate e madhe e zotit Trump, dhe Amerikanët, nuk është rasti për Shqipërinë, nuk tërhiqen nga lufta kundër korrupsionit. Natyrisht do të ketë hetime, sepse janë bërë shpërdorime të mëdha, dhe në qoftë se bëhet një paralele, Amerika nuk do të jetë më aq shumë në sulm për të mbështetur ato programe, ato miliarda dollar që janë mbështetur nga administratat e para. Problemi është që kam thënë që në punësit civil janë 99% administratës. Emrimet politike janë shumë pak. Presidenti Trump e rithekthoi një herën e parë në mandat, nga 1000 emrime politike reale, vetëm 400 kaloi. Tani nuk ka kaluar as te 145 dhe 150. Tek Departamenti i Drejtësisë është më e fortë dora e emrimeve politike të tij. Janë gjithë avokatët që kanë qenë në përgjigjet e Trump, gjithë njerëzit që ishin pranë tij, me përjashtim të Laçivitës, të gjithë janë shpërblyer në poste të larta. Tek Departamenti Amerikan i Drejtësisë, pra ai e kontrollon. Tek Departamenti i Shtetit, jo. Vetëm Rubio, zëdhënësja e shtypit, sekretari i Rubios dhe shoferi. Të gjithë nominimet e tjera janë bllokuar. Pra vazhdon refreni dhe sundimi i administratës vjetër. Plus që dihet janë disa, ajo që quhet struktura korporatale. Struktura e departamentit është e majtë. Tek Departamenti i Drejtësisë, siç ka qenë tek FBI, drejtësia më shumë kanë qenë republikane. Filloi dhe ra në FBI dhe në CIA, tani zoti Trump kërkon të rimarë. Nuk është e lehtë. Zoti Papa, duket se një ur komunikimi e fortë midis Partisë Demokratike, zotit Berisha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së fundmi është edhe Lasi Vita, apo jo i zgjedhur si strategu i demokratëve për këtë sfidë në zgjedhjet e përgjithshme. Edhe ditën e sotme e ka përmendur zoti Berisha, madje tha sherifi do të vi së shpejti, dua që të jetë surprizë data e mbritjes së tij, sepse me mbritjen e tij Rama do t'i bjerë tavolinës me kokë. Tani, para disa kohësh përmendi çështjen me Gonigal, e cila sipas ish kryeministrit Berisha është shuar në këmbë dhe po drejtohet drejt Shqipërisë. Sot thot Lasi Vita do të shqetësojë kryeministrin Rama. Ka ndonjë të re nga çështja me Gonigal? Dhe a lidhen këto të dyja me njëri tjetrin? Pra, prezenca e Lasi Vitës në Shqipëri me një frikë të madhe nga kryeministri Rama? Sherifi i them zotit Berisha nuk është Lasi Vita, është Donald Trump. Lasi Vita është komando. Personi i cili ishte këshilltar i lartë i fushatës, bashkëmenaxher i fushatës Trump, Trumpi ka fituar vetë, nuk ka fituar nga Lasi Vita, i cili mbahet për atë fushatën denigruese, sulmuese, shumë të fortë. Në qoftë se do të realizojë këtë në Shqipëri, kjo do ta shkatronte Ramën. Lidhje me çështjen me Gonigal, unë e kam theksuar, është shumë dosje e fryrë, janë 8000 faqe, janë 8 përgjime të kryeministrit Rama.
Trump deri tani përmes Kashef Patelit tek FBI ka kërkuar deklasifikimin me urdhër zyrtar ekzekutiv të ato materialeve për hetimet e dosjes të sisur të Rusisë. Një njeri këtu nuk dënohet 2 herë për të njëjtin krim. McGonigal ka bërë një pazar dhe mori dënimin më të vogël minimal. Dëmin më të madh e ka bërë në Shqipëri, Rama e di mirë, mund të jetë pyetur nga FBI, nuk ka sqaruar asgjë sepse të shkosh në zyrën e FBI, takosh shefin e kundër zbulimit, i cili detyrën kryesore ka të përgjoj ata që vinë me pasaportë diplomatike, ka 3 arsye lirë. E para, ai të thret për të rekrutuar, e dyta ti i rekrutuar e shkon raporton tek ai, ose e treta, ai po të heton ty. Zoti Rama duhet përgjigjet. Nuk është vetëm dosja McGonigal, që është shumë e thellë, ka përgjime të thella, Rama e di se si është zhytur atje, dëmet janë bërë tek ju, është dhe dosja për fotografinë e antiligjshme me presidentin Obama, ku një kongresmen me emër të madh Dana Rohojbar e ngriti padin dhe kaloi në FBI, por shqiptari këtu fisnik, sheu, i mori përsipër, nuk u dënua me parol, por dosja ekziston. Tani se si funksionon SPAK, se si funksionon prokuroria shqiptare, ju mund ta dini më mirë. Por këtu në Amerikë, unë kam pasur një intervistë në Focus me Dan Friedman, një nga gazetarët më të mëdhenj investigativ, hetues, mjafton një shkrim në media dhe hetimet fillojnë. Çfarë presin? Për zotin Rama unë e kam thënë, dosja me foton në Bilalit, dosja e thellë me McGonigal, ku është dhe Duçka, si dhe pagesat mbi $200 për një aktivitet politik të dyshim në Manhattan. Spaku s'ka pse hesht. Qartë. Doja t'ju pyesja gjithashtu, zoti Papa, në lidhje me këto tarifat. Tarifat e Donald Trump, të cilat kanë alarmuar, duhet thënë, gjithë botën. E nisim njerë me botën, me Bashkimin Evropian, të cilët duket se janë gati për t'ja kthyer me të njëjtën monedhë për të dalë tek Vladimir Putin, se masat edhe përqindje tarifat ndaj tij tregojnë diçka tjetër. Flasim për Bashkimin Evropian. Çfarë do të prodhojë në gjykimin tënd diçka e tillë? Do të shkojë deri në fund Donald Trump, është i vendosur për këto tarifa ndaj BE-s? Trumpi nuk dërhiqet, Trumpi beson se BE-ja ka përfituar në kurrizë SBA-s, ka një drejt, është një deficit tregtar mbi $250 miliardë dhe Trumpi thotë që unë subvencionoj ekonominë tuaj. Rreth 70 miliardë është me Kanadan, 250 miliardë me Meksikën, ndaj uhaja kombëtare jon është 36 trilion. Trump ka drejt me tarifat, duke thënë që të jenë simetrike. Në qoftë se Kanada e vendos 300% tarifa ndaj nesh, pse Amerika të mos vendos? Në qoftë se Gjermania ndalon makinat amerikane, përse Amerika të mos bëjë të njëjtin gjë? Natyrisht që kjo për ne konsumatorë, unë që blej makinë gjermane, unë do të paguaj më shumë. Është një taksë e shtuar për mua. Trumpi këtë nuk e di e kupton apo se kupton. Por në shikimin afatgjat ka një të drejtë. Teknikisht do të rritet prodhimi i makinave amerikane këtu, dhe unë nuk do të blej makinë gjermane ose makinë japoneze. Po ka një gjë tjetër, në qoftë se ti i prodhon në Amerikë, pra Toyota, Honda, nuk do të kesh tarifa. Sepse tarifat janë të shumta ndaj amerikanëve. Në përgjithësi, kur ti vendosin tarif, teknikisht është për të mbrojtur një prodhim të dobët tëndin. Në këtë rast nuk është kjo. Në këtë rast është një luftë tregtare. Ai beson që të jetë fitues me tarifat. Këtu është një gambling dhe fundit do të shikojmë. Trump ose do të ketë sukses, do të hyjë tek presidentët më të mëdhenj, ose do të dështojë. Frika e ka zënë. Pristin zgjedhjet e midtermit, që janë 2 vjet. Pse them e ka zënë frika? Janë 2 zgjedhje për kongres në Florida, para kohë, sepse janë larguar 2 vjet, që janë zona ku ai ka fituar mbi 60% dhe ka frikë se mund u mbas për shumë afër. Në New York, tërhoqi ambasadoren për OKB, sepse do të lindë vendin e kongres gruas dhe duhet të bëshin zgjedhje përsëri. Tjetra është në Wisconsin, ku votohet nesër janë këto votimet që përmend, për gjykatën supreme, është 4-3 për liberalët, janë hedhur para të mëdha nga Soros, por dhe nga Musk, sepse do të vendoset për abortin dhe për ndarjen atyne që distrikteve janë 6 vota për kongres, sepse këtu është forca e shteteve. I ri grupojnë distriktet që votojnë. Për shembull, në qoftë se le të themi Kavaja është zonë demokrate, ti e bashkon me Tiranën. Skrapari është zonë e Majt, ti e bashkon me PS-n. Këto ndodhin dhe këtu. E kuptova.
më shumë se sa efekti që do të ketë brenda administratës, siç e the, do të përballet me zgjedhje, sa afërmi çfarë do të prodhonte kjo, zoti Papa, në arenën ndërkombëtare, se në dukje, si thonë amerikanët, është fair enough, që të kesh marrëdhënie reciprociteti përsa i përket tarifave. Patjetër që në afat gjatë ai mendon që të demotivojë qytetarët amerikanë për të blerë makina gjermane, që të orientohen drejt tregut të brendshëm, po në momentin që flasim, çfarë do të prodhonte kjo në ekonominë e botës, sepse nuk janë lëvizje të lehta apo jo? Asnjë nuk e di. Media e majt po e sulmon shumë. Asnjë nuk e di se si do të jetë pas efektit. Kundërshtarët e tij si shprehen? Ai e mbron. Këshilltarët e tij nuk para i thot njëri no, Trump. Këtu është problemi. Kundërshtarët, kritika në SBA e kanë fjalën. Kritikat janë shumë nga e majta dhe janë kanalet të diskredituara, si është CNN, Ultra i majta, MSNBC-a, dhe nuk kanë shumë kredibilitet dhe besueshmëri tek njerëzit. Këtu janë darë. Njeriu beson atë që do të besoj. Është bardhëzi, kush është republikan, e beson, është lumturi e madhe që ka fituar doni. Krau tjetër i thot përsëri nazist, pra Amerika është më e ndarë se kur. Por ajo që vendos është ekonomia. Dhe kjo lloj tarife në këto përmasa duket si ajo TVSH-ja ose vati që është në Europë, sepse ne nuk kemi vat këtu 22%. Fillimisht do të ketë trysni ndaj konsumatorëve, ndaj nesh. Do të ketë një lloj orvatje për të patur inflacion, por problemi është a do të ketë recesion, sepse tregjet e aksioneve në Wall Street dy herë reaguan fuqishëm. Trump u tërhoq herën e parë, sepse dihet nëse stoku Wall Streetit godet, nuk është e lehtë. Megjithatë, kjo ekonomi ka një vetë korrektim të saj. Nëse do të rritet prodhimi, do të ishte, por unë kam këtë kur Trumpi i ankoi Merkelit në Gjermani që unë nuk shikoj asnjë makinë amerikane këtu, ndërsa në Fifth Avenue shikoj Benza, ajo me pjesë dihet tha zotri, ju nuk dini të prodhoni makina të mira. Dhe kam frikë se ka drejt. Kjo ha debat pastaj. Do shta mund të thoni ju që jeni fans i makinave gjermane. Nuk është fans, janë makina më të mira. Qartë. Unë kam pasur Ford, kam pasur Toyota, kam Volkswagen. Qartë. Fordi nuk është më ai që ka qenë, për me përshtim të Mustangut. Plus që ora e punës e punëtorit amerikanë është shumë e madhe, këtu i del vlera e madhe makinës. Shiko makinat e Teslës. Megjithatë, për shembull, kinezëve i vë tarifa shumë të mëdha për makinat elektrike, mbi 100%. Ndërkohë që Tesla shkon në Kinë, nuk ka këto tarifa. Është një problem, por globalizmi duket që nuk do të jetë më siç ka qenë, sepse këtu ka pasur një traktat nafta, Meksik, Kanada, Amerikë. Do të ishte free. Por ata çfarë ndodh? Meksikan marrin prodhime kineze, vetëm sa i montojnë në Meksik dhe vinë free këtu. Kjo nuk është e drejtë. Tani, edhe kompania amerikane e bëjnë këtë trik. 70% e mishit vjen nga Brazili, por mjafton që të paketohet dhe të coptohet në Amerikë, quhet produkt amerikan. Gjithkund, tregtia është ajo triki, por ka kontrolle të mëdha. Me republikanët ka një liberalizim. Qartë, e kuptova. Dhe synimi është që të nxitet ekonomia. Po, zoti Papa. Me tarifat deri tani ka gabuar. E kuptova. Megjithatë mbetet për tu parë se çfarë efekti do të krijojë apo jo vendosmëria e Donald Trump për të vendosur tarifa. Doja të pyesja në fund për këtë marrëdhënien e ndërlikuar, njëherë duket si dashuri, njëherë si miqësi, njëherë si partneritet, njëherë si rival të fortë. Kanë fjalën për Trump edhe Putin. Ne që për arsye të zanatit na duhet i ndjekim gjitha zhvillimet, mendojmë se ka një ngërç. Tani ju nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe si gazetar me përvojë, kuptoni diçka më shumë se sa ngërçi midis Trumpit edhe Putinit? Trumpi ka bojë që në fillim. Trumpi kujton se e ka shok, e ka mik Putin. Nuk është. Vladimir është një kriminal. Ai besoi se do të binin dakord, ai nuk e ka mbajtur fjalën. Do të rajnë dakord për një lloj armpushimi, jo. Plus, ish këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare. 3 nga ata e kanë kritikuar shumë presidentin Trump, e kanë shfaqur foshnjërak në këtë lloj marrëdhënie me Putin. Ndaj ai është njësoj si të biseda me Zelenski. Në momentin që u pa që ishte i but me të një mesazh për Gjidi Vencin, dhe u e gërsua, ndaj dhe me Putinin.
Por ajo që thot do t'i vendos tarifa, Rusia këtu eksporton vetëm 3 miliard dolar. Sankcionet në Rusisë janë qesharake dhe jo funksionuese, sepse ka 3 vjet që Putini i ka mbikaluar sankcionet, sepse është futur Kina, India. Putini problemin e ka me europianët që i kanë ngrirë asetet që janë miliarda dolar që mund t'i jepen për Ukrainën. Tani Trump e shikon që nuk ishte e lehtë. Nuk mund bëhet paqja me një ditë, dhe nga ana tjetër e kupton që Bashkimi Evropian mund mos ketë fuqinë ekonomike të Amerikës në GDP, mund mos ketë fuqinë politike dhe ushtarake. Por historia e Europës, si përfaqësuese reale të civilizimit perëndimor, nuk është aq e lehtë të mbikalohet. Zelenski, edhe pse një aktor, ish aktor estrade, duket më serioz, edhe se Doni Yn, edhe se Vladi i Moskës. Edhe në Amerikë. Megjithatë mundësit për një paqe janë, por Trump ka avancuar, kërkon edhe naftë, edhe pasurit tjera ndaj Zelenskit. Jo vetëm me mineralet, dhe ka thënë që 120 miliard dolar, që ne kemi dhëndim, do t'i marrim nga ju. Pra, nuk është aq e thjeshtë, por deri tani i ka dhënë shumë gjëra Putinit, e kuptoi, sulmet kanë qenë të mëdha, ka dhe teste që bëhen, e akuzojnë për lidhjet vjetra me Rusinë, që nuk besoj, por Trump e shikon që Putini po vallëzon me të. Si do t'i shkojë fundi kësaj marrëdhënie? Apo është ende për të bërë parashikime? Tani personalisht, kur 2 vende slave që nuk na duan përplasen, nuk kam ndonjë simpati as për Rusinë as për Ukrainën, të jem realist. Ukraina nuk e njeh Kosovën, por duke qenë qytetar, edhe unë evropian shqiptar, më vjen keq që të vriten njerëz pa kuptim, por për Vladimir Putin nuk kanë rëndësi jetët e njerëzve se sa vriten, është njësoj si Stalini. Dhe i vetmi që mund ta zgjidhte këtë paqe ishte Trump, edhe pse nuk ka atë lloj që kërkon paqen të mirë të botës dhe do thjesht për atë çmimin Nobel të vet, por personi që ka fuqi dhe Zelenski e thotë që të vetmi që ka frikë Putini është Trump. Por Putini si ish oficer, si ish kolonel KGB-je, e ka psikologjisur Donald Trump, e lajkaton, i çon një piktur, pra e bën të ndihet mirë, nuk është mik dhe shok Vladimir Putini. Vladimir Putin përfaqëson një kriminal. Po, ky është një këndvështrim, zoti Papa, po nga ana tjetër, nëse ai nuk arrin një marrëveshje, jo, ky është një këndvështrim, ta kam fjalën, ka disa këndvështrime. Një prej tyre është edhe ky që do t'ju artikuloj tani. Premtoi që do të sjell paqen për 24 orë, ka kaluar shumë më shumë se sa kaq. Nëse nuk do të arrijë këtë marrëveshje, a rrezikon që të përmbyset edhe jo vetëm mos marrë çmimin Nobel, po të futet në histori për keq? Ajo tani 24 orësh është 24 orësh i Trumpit, e kupton? Ajo është thjesht një diskurs, është si puna e gjermanëve që kaluan në Shqipëri, kanë pasur një ballistë të shquar edhe pse kalimtar 15 muaj, orën e Gjermanit nuk e di ti, tha. Kështu është edhe me këtë. Ideja është që ai e ul në tavolinë. Putini nuk ule me njëri tjetër në tavolinë. Tani Putini kërkon të shtyjë, të mos pranoj Zelenskin. Në fillim i thënë që i thanë you don't have cards and stuff, por është bindur edhe nga të tjerët që Zelenski realisht mbështetet nga kombi vet, nga votuesit e vet. Dhe timi real, Zelenski ka qëndruar stoik, sepse Bideni i dërgoi avionin 2 javë para, hajde në Amerikë, ai serdi. Është fatkeqësi. Por ajo që mua nuk më pëlqen është ngritur një lloj ideje se Rusi do pushtoj Poloninë, do pushtoj Lituvaninë. Rusi është dëmtuar aq shumë këto 3 vjet, sa edhe 6 vjet nëse vazhdon Putini do ketë probleme, jo vetëm nga oligarkët, por edhe nga rusët vet. Se fundit çdo familje është prekur, rinia ruse që të vritet për çfarë? Thuajse 2 popull njësoj, ortodoks, gjuha thuajse një ardhë slav. Por problemi është që nuk u treguan gentlemen këta me Ukrainën. I hoqën armët bërthamore dhe i garantuan për ta mbrojtur, nuk e bën. Ndaj Zelenski i ka frikë çdo lloj marrëveshje që mund bëhet, se përsëri nuk do të mbahet fjala. Por ideja që ai mund të sulmoj Poloninë këto nuk e blej aq më tepër që amerikanët do të çojnë 20.000 trupa në Poloni. Trumpi më shumë mbështet dhe polakët se sa Gjermaninë. Gabim. Dhe NATO po dobësohet. Me këto veprimet të zotit Trump, ndihet dobësimi i NATO-s. Qartë. Zoti Papa, të përshëndes nga Tirana. Faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë. Gjithashtu. Mirë, vetëm pak minuta publicitet. Do të rikthehemi.
Kemi rikthyer, Rusia ishte marrëdhëniet me Perëndimin si një konflikt sistematik dhe mund të jetë plotësisht e përgatitur për një luftë konvencionale në shkallë të gjerë me NATO-n deri në fund të dekadës, sipas një raporti të Shërbimit Federal të Inteligjencës së Gjermanisë. Në të njëjtën kohë, sipas vlerësimit të Shërbimit Special Lituanez VSD, Moska nuk është ende në gjendje të sulmojë të gjithë aleancën, por mund të testojë NATO-n duke kryer një operacion të kufizuar ushtarak ose më shumë vende antare, shkruan Bild. Raporti i inteligjencës gjermane thotë se pavarësisht përqendrimit të trupave ruse në Ukrainë, forcat ajrore dhe marina ruse mbeten të gatshme të bëjnë luftë. Ai shton se nëse lufta në Ukrainë përfundon, njësitë ruse mund të lëvizin shpejt në kufijt me vendet baltike dhe se Rusia është në gjendje të kompensojë humbjet dhe industria e mbrojtjes e vendit prodhon më shumë se sa nevojitet për konfliktin aktual. Shpenzimet ushtarake ruse po rriten me një ritëm rekord në vitin 2025 e do të arrijnë rreth 120 miliardë euro, që është më shumë se 6% e PPB-s. Krahasuar me vitin 2021, buxheti ushtarak në fakt është rritur 4 herë. Sipas planeve të Kremlinit, ushtria duhet të rritet në 1.5 milion njerëz dhe vëllimi i armëve dhe pajisjeve të NATO-s duhet të rritet me 30% të armëve dhe pajisjeve në Gjermani, thuhet në raport. Bashkimi Evropian fillon punën për paketën e 17 të sanksioneve që synojnë Rusinë, sipas një raporti nga portali Euro-Observer. Burime bëjnë me dije se procesi i artimit të kufizimeve të reja ka filluar edhe pse është ende në faza shumë të hershme. Sipas një diplomati tjetër të Bashkimit Evropian, Shërbimi i Jashtëm i BE-s dhe Komisioni Evropian janë angazhuar aktivisht në këtë përpjekje me propozime që ka të ngjartë paraqiten në fillim të verës. Gjithashtu, në këtë raport thuhet se BE mund të përballet me sfida në sigurimin e miratimit për paketën e re të sanksioneve, veçanërisht për shkak të potencialit për një veto nga Hungaria. Budapesti mund të pengojë gjithashtu zgjatjen e sanksioneve aktuale ekonomike të BE-s kundër Rusisë, të cilat u zgjatën për 6 muaj të tjerë në fund të janarit. Kryeministri britanik Keir Starmer do të bëjë një thirrje të fortë për veprim kundër kontrabandës së njerëzve gjatë një samiti ndërkombëtar mbi krimin e organizuar të migracionit që pritet të mbahet në Londër. Ai do të theksojë nevojën për të trajtuar këtë aktivitet kriminal njësoj si terrorizmin, duke kërkuar përfaqësuesve nga mbi 40 vende të forcojnë bashkëpunimin për ndalimin e trafikantëve. Gjatë fjalimit të tij, Starmer do të kujtojë përvojën e tij si drejtori i prokurorisë publike në Mbretërinë e Bashkuar, duke përmendur sukseset e arritura në ndalimin e komplotit për shpërthimin e avionëve mbi Atlantik. Ai do të insistojë se njëjti nivel koordinimi dhe ndarje të inteligjencës duhet të përdoret për të luftuar rrjetet e kontrabandës së emigrantëve. Në përpjekje për të goditur këtë fenomen, Qeveria britanike do të njoftojë një sër masash të reja, përfshirë një financim prej 30 milion poundësh për të shkatëruar rrugët globale të trafikimit dhe për të ndjekur flukset e parave të palishme që i financojnë ato. Presidenti i Republikës Sërbske Milorad Dodik tha sot se kryetaria e Partisë së Djathtë Rally Kombëtar francez Marine Le Pen është dënuar sepse ajo është një kërcënim për një sistem që nuk di të humbas. Ashtu si në rastin tim, vendimi nuk u mor për shkak të ligjit, por për shkak të politikës. Ajo si unë po e paguan çmimin sepse ka mbështetjen e popullit që nuk mund të fitojë në zgjedhje. Gjykatat janë bërë vegële atyre që kanë frikë nga demokracia sepse e dinë se nuk mund të ketë sukses kundër nesh në zgjedhje të ndershme, shkruan Dodik në platformën X. Në një mesazh në gjuhën angleze, ai deklaroi se prandaj po mundohen t'i fshin me vendime, jo t'i imposhtin me argumente. Kur do të ndaloni derisa të dënoni liderin e fundit demokrat, shkruan Dodik në X. Tonga është tronditur nga një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.1 ball, duke shkaktuar frikë në një tsunami. Tërmeti ishte në një thellësi prej 10 kilometra nga bregu Pangai, në anën perëndimore të vendit ishullor të pajësorit Ugor. Ekziston një kërcënim për tsunami për rajonet përreth me valë të rrezikshme të mundshme për brigjet që ndodhen brenda 300 kilometrave nga epiqendra. Më shumë se 1000 persona kanë raportuar se kanë ndier lëkunden. Nuk pati raportime të menjëhershme për dëme. Byroja e meteorologjisë konfirmoi ndërkohë se nuk ka kërcënime për tsunami
për Australinë. Tonga përbëhet nga 171 ishuj dhe ka një popullsi prej mbi 100 banorësh. Me zotin Ilir Aliaj do të komentoj zhvillimet më të fundit në botë. Zoti Aliaj, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Doja të nisja më një herë me armatosjen e Gjermanisë. Duket se është investuar me shpirt edhe me mendje pikërisht në këtë sektor. Në gjykimin tënd pse? Për Ukrainën apo për veten? Duhet të fillojmë pak më herët historinë. Gjermania për herë të parë në vitin 2016 përgatiti strategjinë e saj ushtarake dhe kjo strategji ka kaluar në Bundestag, pra në Parlamentin Gjerman, në qershorin e 2016. Për herë të parë në këtë strategji thuhet që Gjermania për të qenë një fuqi e vërtet botërore, përveç fuqisë ekonomike që njihet, duhet të forcoj shumë ushtrinë dhe duhet të filloj të dalë me misione ushtarake jashtë teritorit të Gjermanisë. Ne e dim historinë, mas luftës së dytë botërore, Gjermania pati ato probleme dhe Gjermania ka qenë përgjithsisht ka qenë një shtet që nuk ka dërguar me përjashtim të Kosovës, pra nuk ka dërguar ushtarë me misione jashtë teritorit të saj. Pra kjo është e para. Në atë periudhë ishte kancelare në Gjermani ishte Angela Merkel. Por ishte edhe një periudhë ku kishte një qetësi relative në marrëdhëniet ndërkombëtare. Tashmë jemi kthyer pra mas 2022-shit, kur kemi pushtimin e Ukrainës nga Rusia, jemi kthyer në një situatë krejtësisht tjetër. Gjermania do në radhë të parë për veten e saj të rrisë kapacitetet e saj ushtarake në mënyrë të ndjeshme dhe të bëhet fuqi e padiskutueshme ushtarake në Europë. Por njëkohësisht ajo e ndjen, ju e transmetuat lajmin pak më përpara, lajmin për shërbimin sekret gjerman, i cili raporton që Moska është e gatshme që të fillojë një provokim si minimale dhe pastaj edhe një luftë në shkallë të gjerë me vendet e Bashkimit Evropian. Duke parë këtë situatë, por edhe situatën përtej Atlantikut, ku nga presidenti amerikan është theksuar disa herë që nuk do e mbrojë Europën, Europa duhet të mbrohet. Atëherë, Gjermania ka një pjesë shumë të madhe, por njëkohësisht duhet themi fatkeqësisht, ose nuk e di se si mund ta shpreh ndryshe, ka dhe një eksperiencë shumë të mirë lufte. Dhe momentalisht Gjermania ka rreth 180.000 ushtarë të gatshëm dhe pritet që të shtojë edhe minimalisht edhe 100.000 ushtarë të tjerë. Pra edhe 5 deri në 6 brigada. Pra, do të marrë rolin e protagonistit. Patjetër. Dhe kjo nuk është vetëm shtimi ushtarëve, pra personelit njerëzor, por Gjermania njëkohësisht po punon shumë edhe për rritjen e kapaciteteve teknike, armatimit e tjerë. Janë për shembull, Gjermania ka porositur 100 avion F-35 në Shtetet e Bashkuara. Në qoftë se Kanadaja apo shtetet e tjera kanë vendosur pikpyetje mbi këto furnizime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në momentin që ka ardhur Trump, Gjermania jo vetëm që nuk ka vendosur kufizim, por pritet që ta shtojë këtë numër nga 100 në 200. A i ndryshon ekuilibrat Gjermania me këto iniciativa për të armatosur, për të investuar në armatosje? Këtu do të thejë edhe një paralele me atë foton e publikuar nga një prestigjiozi që s'po kujtohet tani, ku duket qartë von der Leyen dhe kancelari Merz të veshur si ushtarak, apo jo? Po, është e vërtetë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë, unë përsëri i kthehem lajmit që ju transmetuat më parë, ato që të dy, pra von der Leyen e para ka qenë ish ministre e mbrojtjes e Gjermanisë në kohën e kancelares Merkel, ndërsa Friedrich Merz është kancelari që do marrë detyrën. Kjo do thotë që duan të japin mesazh që janë gati, janë të gatshëm dhe edhe ne duhet kemi pak kujdes tashmë, sepse kjo është një sinjal, po ky është një sinjal për gjithë Europën, përfshirë edhe ne, që nuk është më shaka paralajmërimi i shërbimit sekret gjerman. Dhe këtu ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Pra nuk kemi të bëjmë më me diçka që se nuk do ndodhi, janë thjesht fjalë mediash. Dakor, shërbimi inteligjent i Gjermanisë duhet marrë në konsiderat, po pse ne? Çfarë fliste për ne? Jo, për ne nuk flitet, por
nuk dihet asnjëherë se ku do jetë goditja tjetër e rallës. Frika më e madhe është në vendet balltike. Polonia e para. Kryesisht vendet balltike, se atje kanë më pikat dopta, sepse kanë edhe minoritet të madh rus ato. 3 vendet balltike, dhe e kanë më të thjesht për të përshkallëzuar situatën. Por mos harrojmë, në rajonin tonë ne kemi problematika nga më të mëdha, sepse është shumë e thjeshtë për Rusinë që të ndezë një sinjal ose një shkëndij të fortë në Serbi. Kemi Bosnjën, por megjithatë kemi problemin e Kosovës, dhe mos harrojmë që në Nish vazhdon të jetë ajo baza ushtarake ruse e shërbimeve sekrete ruse. Prandaj ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Në dinin tënde ka aktivitet të shtuar atje? Për momentin nuk ka ndonjë aktivitet të shtuar, por është mjaftueshëm e rrezikshme për të filluar aktivitetin e shtuar. Qartë. Mirë, doja që të flasim pak për politikën e Bashkimit Evropian, jo vetëm, e nisim nga Franca, dënohet Marine Le Pen. Ka pasur shumë lider të djathës, cilët e kanë mbrojtur madje përcolla përpara se të futeshim në bisedë bashkë, edhe qëndrimin e Dodik për Le Pen, duke i mbrojtur krahët. Tani çfarë po ndodh? Ka sulm të hapur ndaj të djathës ekstreme, duke qenë se politika në tërësi në botë po anon nga e djatha. Si e ke parë dënimin ndaj saj? Unë e shikoj, më fal, doja vetëm të bëja një hyrje. Dodik nuk mund të krahasohet me Le Pen. E kuptoj shumë mirë. Ka edhe lider italian, cilët kanë reaguar ndaj saj, po unë shkova në Pol, shkova në Skype. Dakord, po thjesht sa për ta thënë. Kjo është e para që doja të thoja. E dyta është, unë e shoh këtë si fillimin e një revanshi ndaj ekstremit të djathtë. Pra, mos të ngatrojmë të djathtën me ekstremin e djathtë. Këto janë ekstremi i djathtë. Dhe gjithë kanë reaguar, ju e thatë, Matteo Salvini në Itali, Guy Wilders në Holland, Orban në Hungari, gjithë kanë reaguar sepse kjo nuk është demokracia të cilën, por gjithë dhe duhet të përgjigjemi me fjalën e Jonathan Bardella, që është presidenti i Partisë Rassemblement National, pra që është mbledhja kombëtare, po ta përkthejmë në shqip, i cili thotë kjo është demokracia në Francë, gjykata të dënon. Pra, dhe kjo është, kështu duhet të marrë gjithë kjo. Po ju thatë, sulmi organizuar ndaj djathtës ekstreme, pse nis me Le Pen? Po sepse kjo ishte momenti ku pika e më e dobët. Mos harrojmë, 1 vit e gjysmë më vonë do jenë zgjedhjet presidenciale në Francë, dhe Le Pen kryesonte sondazhet për të fituar zgjedhjet. Goditja nuk është vetëm Le Pen, nga partia e saj janë 25 figura shumë të rëndësishme dhe brenda partisë saj kanë filluar përçarjet, pavarësisht se po shoh në ekran tash që ajo është duke dhënë një reagim për mediat, por kanë filluar përçarjet sepse Jonathan Bardella është vetëm 29 vjeç. Dhe ai ngelet figura kryesore në Partinë Rassemblement National. Dhe kjo do të thotë që brenda partisë kanë filluar përçarjet në kuptimin që nuk është ky personi që duhet të jetë për kandidat për president, është shumë i ri, nuk ka eksperiencë, nuk e bën atë punë, pra kanë filluar për plasjet e para. Unë besoj që do kemi shpejt përplasje më të madhe dhe partia edhe mund të çahet. Po, kur flasim për sulm ndaj djathtës ekstreme, e marrim me një kënd më të gjerë, apo jo? Pse nis nga gjykata e Francës? Po sepse... Nga kush është shtyr, e kam fjalën? Jo, atje, shiko... Qëse i qëndrojmë logjikës që e djathta ekstreme po njeh gjithmonë popularitet, në momentin që flasim në gjithë botën. Po, është e vërtet. Në Gjermani, Alternative for Deutschland fitoi rreth 21% të votave. Por, ky proces gjyqësor ndaj Le Pen dhe anëtarëve të tjerë të partisë së saj ka disa vite në fakt që ka filluar, por shpërdorim të parave të Bashkimit Evropian. Historia është e tillë. Ato kanë punësuar njerëz në Parlamentin Evropian, por këto parat i kanë dërguar për t'i dhënë para rroga punojësve të partisë së tyre në Francë. Pra kjo është historia. Dhe kjo sa për djeni të telespektatorëve. Po jo shumë mirë bëre që e shpjegove në vijat përgjithshme. Dhe kjo ka filluar me kohë dhe kishte ardhur momenti për të dhënë vendimin.
Në Gjermani, për shembull, ne tashmë kemi jemi afër një koalicioni ku përjashtohet tërësisht e djathta ekstreme. Orban po vazhdon të humbë terren në Hungari. Dhe në zgjedhjet që do jenë 2 vjet më vonë, 1 vit e gjysmë më vonë, saktësisht, pritet që ai të humbë shumë thellë. Ekonomia atje po shkon shumë keq dhe kjo është një problem shumë i madh. Në Itali kemi përsëri një problem, po çahet koalicioni qeverisës. Ka Meloni është e fortë si parti Fratelli d'Italia, por koalicioni ka problematika shumë të mëdha brenda tyre. Dhe kemi Tajanin, i cili është i Forca Italias, i cili thotë që mos u merrni me Salvini. Nuk e përmend Salvinin, por në një deklaratë ai thotë mos u merrni me ato parti që duan thjesht të bëhen parti populiste, por që nuk arrin ta bëjnë as atë. Pra ka një problem shumë të madh. Dhe kjo është momenti kur ka filluar ai kundra sulmi, po themi, për të çfronzuar ekstremin e djathtë në Europë. E kuptoj. Zonja Lia, doja të flisja edhe për temën e ditës, për të tension midis Trump edhe Putin. Presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës thotë, po, do të vendos tarifa për naftën ruse. Kërcënim apo jo, sepse gjërat nuk shkuan ashtu siç dëshironte Trump. Ku ka ngecur në gjykimin tënd? Unë besoj që vetë Trump ose vetë këshilltarët e Trump, se Trump nuk është se i merr vendimet vetë ai. Ati i jepen në tavolinë dhe ai i thot ato. Unë besoj që këshilltarët e tij kanë provuar atë që ne njohim karrotën. Dhe tash Trump po kërkon të përdor shkopin. Por Putin, Rusia në përgjithësi, po Putin në veçanti është një lojtar shumë i fortë dhe shumë dhelparak. Ai po tërheq dhe nuk po e kput asnjëherë perin, pra për të rënë dakord për bisedime. Sot ju e keni transmetuar. Edhe pas deklarës Trump tha, po jemi të hapur, do të bisedojmë. Ju e keni transmetuar për këtë, pra që thot, dhe kjo është thjesht, por në të njëjtën kohë sot është sulmuar Odessa me një sulm shumë të fuqishëm me dron. Dhe pra i vazhdon e pavarësisht se ishte arrit marrëveshja në marrëveshja për detin e Zi dhe për energjetike në Ukrainë. Pra ai vazhdon të njëjtën gjë. Pra kjo është më shumë në fakt, kjo duhet t'i kthehemi asaj që pretendojnë europianët, që në qoftë se nuk ka një garanci sigurie mbrapa marrëveshjeve me Putin, ai nuk i mban asnjëherë marrëveshjet. Dhe në historinë që nga momenti që ka ardhur në zyrë Putin, ai asnjëherë nuk ka mbajtur marrëveshjet me... Propozimi i BE-s për sa i përket ngrirjes pasurive, fondeve të Rusisë, pra bëni ambushimin që të çngrijnë fondet. Patjetër, por propozimi i BE-s është me kohë në tavolinë dhe ai përdoret gjithmonë si një kërcënim sepse janë diku tek... A është i zbatueshëm, flas? E vështirë. Është i vështirë, janë 300 miliard asete ruse. Është pak e vështirë, kanë përdorur... Pra, ka një kartë fort apo jo? Ka si kartë fort, pa diskutim. Por kanë përdorur deri tani vetëm 2 miliard që janë përqindjet nga interesat të kësaj shume të madhe, por për t'ja marrë gjitha është pak e vështirë. Po mirë, BE-ja ka këtë kartë, asetet, apo jo? Dhe është kartë shumë e fortë, si pas asaj që më konfirmoni ju. Trumpi çfarë kartë e ka? Kundrejt Rusisë, kundrejt Vladimir Putin. Shiko, duket sikur s'ka asnjë kartë. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ndërmarrin një tur të dytë sanksionesh nga Rusisë, unë besoj që Putini deri në gusht e ka, ekonomia ruse nuk shkon më gjatë se gushti. Sot që ne po flasim, inflacioni ka arritur në 22%. Dhe në Rusi po flas gjithmonë. Dhe në qoftë se do vendosen tarifat dhe sanksionet tjera të ndaj naftës, e cila është produkti i vetëm që eksporton momentalisht Rusia, atëherë ne do shohim që ka një problem shumë të madh financiar dhe ekonomik dhe do shkatërrohet nga brenda. Por cila do ishte rezultati i këtij shkatërrimi nga brenda të Rusisë? Sepse kjo është pyetja që shqetëson gjithë. Përgjigjja është frika që mbas kësaj
në afërsi në kufime me Europën, do kemi Kinën. Pra nuk është problemi për të shkatruar Rusinë. Rusia, unë mendoj që është një vend tashmë që ka pak shpresa për të ringjallur. Problemi parë kryesor është demografia, me një demografi jashtëzakonisht të keqe, pra me minus, jo vetëm rritja, por edhe vdekjet e këtyre ushtarëve, plagosjet, gjitha shkojnë në dëm të demografisë. E dyta, kalimi i industrisë ruse nga një industri normale në industri tërësisht ushtarake, ju e thatë në lajmet para se të flisnim bashkë, dhe kjo dëmton krejtësisht ekonominë dhe problemet financiare. Sanksionet, ju e deklaruat e thatë më përpara përsëri një lajm për raundin e dytë e 17, më falni, të sanksioneve nga Bashkimi Evropian, po e çojnë atë në një situatë jashtëzakonisht të keqe. Prandaj e vetmi shpëtim për Rusinë, por jo për Putinin, është ndalimi i luftës, kalimi në marrëdhënie normale me Perëndimin, pra me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është e vetmja mënyrë. Ngacmoi kur i ndave Putinin nga Rusia. Sigurisht që po, sepse interesi i Putinit është i vdekur? Jo, interesi i Putinit për momentin është që të vazhdoj të tërhiqe Moskvut, siç e kemi ne atë fjalën, dhe të vazhdoj përsëri me këtë lojën edhe me Trump që bën, jo po do ulemi të bisedojmë, u bisedua 2 herë, u ra dakord për sistemin energjetik dhe për detin e zi. Asnjëherë nuk e ka mbajtur fjalën pra. Dhe kjo e ka acaruar Trump në këtë... Po, do të vinë në linjën e Trump mbas këtij kërcënimi për naftën ruse? Është shumë i pa parashikuar në djallëzinë e tij. Ai është shumë i pa parashikuar në djallëzinë e tij. Është ajo djallëzia bizantine ruse, e cila është shumë e zezë, po them. Pra nuk do të rriqet. Nuk e besoj, varet pushteti i tij krejtësisht, po nuk është vetëm pushteti i tij, është edhe struktura që e mban në këmbë këtë pushtet. Dhe kjo ka të bëjë me... Po nga ana tjetër Trump çfarë do të bëjë përballë kësaj rezistence? Edhe për Shtetet e Bashkuara është një pikpyetje e madhe, siç u thash, ato sepse e nisi me kërcënime, e nisi me sanksione, do të vazhdojë kështu Trump? Është një pikpyetje shumë e madhe, siç e thash, sepse kemi të bëjmë në këtë pikpyetja më e madhe është a do lejojmë që në kufit e Europës të vi Pekini? Dhe kjo është pikpyetja më e madhe që kanë institucionet e sigurisë në Amerikë. Pra, në qoftë se në 45-ën institucionet amerikane, pra Shtetet e Bashkuara penguan Rusinë në portat e Berlinit, tashti nuk është rreziku më i Rusisë, është rreziku i Kinës. Dhe kjo është pikpyetja e madhe edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fund, doja që të flisnim pak për tarifat e Trump për Bashkimin Evropian. Do të krijojë një marrëdhënie reciprociteti kur bëhet fjalë për industri të mëdha, siç është për shembull ajo e makinave. Pse jo mos jemi të barabartë, thot Donald Trump. Madje zoti Robert Papa më shkëputi një episod të një bisede vite më parë midis Trump edhe Angela Merkel kur po flisnim për makinat. Pse mos prodhojmë ne makina dhe t'i sjellim në Europë, ka thënë Trump, ndërkohë Merkel i ka thënë sepse makinat tuaja nuk bëjnë, makinat gjermane janë më të mira se ato tuat. Tani, përveç për te batutës, a nuk është në drejt vetë Donald Trump që thotë, dakord, hajde t'jemi të barabartë në kushte të tilla? Unë e dëgjova intervistën tuaj para se të hyja unë në studio. Desha të bëj një korrigjim, i cili është lehtësisht i verifikueshëm në gjitha webet e Bashkimit Evropian. Diferenca mes eksport-importeve Amerikë-BE është gjithmonë anon në favor të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht, përsa i përket eksporteve të Bashkimit Evropian në Shtetet Bashkuara të produkteve, pra të madrave, është rreth 250 miliona, ashtu siç tha para folsi, në favor të Bashkimit Evropian, por këtu nuk duhet harrojmë edhe eksportin që vjen nga Shtetet e Bashkuara drejt Europës. Pra nuk kemi vetëm madhra, eksport kemi edhe shërbime edhe kapitale. Pra janë gjitha këto, dhe po të bëjmë një përmbledhje të gjitha këtyre, kemi 3.200 miliard euro është eksporti Amerikan drejt Bashkimit Evropian dhe 2.080 miliard euro është eksporti Europian drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, suficiti është gjithmonë në anën amerikane.
Trump merr vetëm pjesën e madrave europiane, e madrave që eksportohen në Bashkimin Evropian. Ajo që thatë ju, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është instaluar një fabrikë që prodhon Benz, BMW apo makina të tjera gjermane. Por çdo vit ajo fabrik nuk arrin të përmbush kërkesën e tregut amerikan dhe çdo vit nga Gjermania eksportohen drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës 75.000 deri 100.000 vetëm makina Benz Mercedes. Pra ka një kërkesë shumë të lartë. Dhe këtu është çështja kërkesë-ofertë, nuk është çështja është e mirë apo nuk është e mirë makina që prodhojnë gjermanet apo amerikanet, se nuk ka rëndësi kjo. Për shembull, Jeep është një makinë amerikane që prodhohet në Itali tashmë. Dhe kjo nuk ka asnjë tarif, sepse prodhohet në Itali. Por makinat e tjera amerikane, se s'po i përmend me emra, duhet eksportohen nga Amerika për në Bashkimin Evropian, por nuk gjejnë kërkesë. Dhe ky është problemi, sepse janë makinat gjermane, franceze, janë në një nivel shumë më të mirë. E kuptova. Zoti Elia, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Kresi. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informacioni. Ju kujtoj edhe një herë se për lajmet e fundit nga vendi, rajoni edhe bota mund të kërkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, vetëm pas pak do të jeni me kolegen Jueza Doshlani. Bashkëpërshëndetemi këtu, faleminderit shumë për